Shaj, kandidat e Partisë Socialiste për Tiranën, zëvendës ministër e Shëndetësisë dhe person përgjegjës për gratë në tegën. Po patjetër mund të thuash. Zonja reflekton sepse politikës i duhen zonja profesioniste dhe më pëlqeu mënyra dhe qasja. Tani zonja profesioniste do të ndërpres. Ti e di që unë nuk kam qejf të ndërpres ty, por më pëlqeu qasja dhe mënyra se si ajo, si përfaqësuese e një liste të hapur, u qas ndaj të gjithë tërësisë së përgjigjeve dhe mënyra se si u prezantua në publik për ato që ajo përfaqëson nga aspekti profesional. Pavarësisht se thash që një grua në listë, një grua deputete përfaqësuese në politik duhet jetë dhe politikane. Prandaj thash që duhet dhe miksimi i profesionit me profilin e politikanit. Të them dy emra profesionistësh të nderuara që nuk i heqin, bijem dakord, besoj marrëveshja fjalës, që nuk i heqin presjen për sa i përket profesionalizmit. Lulita Bozo dhe Neda Çomo. Neda Çomo ishte drejtoreshe e QSUT-s në kohën e Covidit. Dakord? Lulita Bozo, mamaja Petri Bozos, inxhiniere e nderuar, e cila ishte shumë aktive gjatë kohës së tërmetit, minimalisht për të shpjeguar ca koncepte inxhinierike dhe për të thënë njerëzve dhe për t'i qetësuar që shiko se të dyja u futën në listën e Tiranës. Dakord? Në zgjedhjet 2021. Neda Çomo dha dorëheqjen, erdhi Mimi Kodheli e tjerë. Por sa politikane ishin, sa profesionalizmi këtyre dy zonjave dha një vlerë të shtuar në politik bërje. Po, prandaj ta thash që në fillim të pjesës parë, që një grua që futet në politik përveç profesionalizmit duhet ketë dhe dimensionin e politikanit. Ndaj thash që e vlerësoj këtë lloj profili, parlamentit i duen dhe gra profesioniste, i duen dhe figurat të reja, si që ishën edhe dy koleget e ndëruare që unë do t'i ripërmend, dhe Edlira Durmishajn dhe Julinda Dhamen, të dyja kanë dalë nga deputeti që duam, i duen dhe këto profile, por këto duhet të shndërrojnë. Po, dhe të dyja, të gjithë këto figurat të reja, duhet kreditin e vetë profesional ta shndrojnë në kredit politik, dhe kjo është sfida më e madhe, pra për ata që nuk kanë patur formim më parshëm politik. Kjo është sfida që ti të mbahesh mend si politikane, jo si profesioniste, se politika ty të donë si politikane. Dhe unë mendoj që ka kontingent të mirë, janë vajzat të reja që sot kanë atribute shumë të mira profesionale dhe mendoj që do ta kenë zgjuarsinë për ta shndruar këtë kredit profesional në kredit politik dhe për ta përfaqësuar siç duhet, sepse duhet thënë që një politikan i duhen tre elemente: para, filozofia politike, dyra, jurisprudenca dhe elementi i tretë, komunikimi publik. Këto tre element e bëjnë femrën si politikane të ketë staturën e duhur dhe forcën e duhur për ta përfaqësuar atë politikën. Dhe burrat, në këtë sens. Dhe burrat, patjetër, po sot jemi te gratë dhe prandaj që u fokusohen vazhdimisht te politik. Patjetër. Pra targetojmë gratë edhe themi gratë parlament shumë gratë. Po ishim që po gratë çfarë duan, prandaj dola tek kjo. Ne kemi prishmë shumë gratë për gratë, burrat e kemi ulur stekën, ëh. Çfarë duan gratë dhe çfarë përfaqësojnë gratë. Po dua të ta sqaroj ty, unë e di që ti e di, po dua që të sqaroj dhe her pas here targetojmë me një standard shumë të lartë gratë dhe nuk i targetojmë fare burrat me po të njëjtin standard. Ka një problem. Me që ishim të kuotat gjinore, gjithmonë, prandaj që u profilizuam të kjo. Kuotat gjinore janë gjinore, pra nuk janë kuotat e grave. Janë kuotat e grave në këtë moment sepse janë grave. Po janë kuotat gjinore. As burrat dhe djemt nuk mund të bien poshtë 1/3 në listë. Kështu që edhe ata kanë kuotë në vetvete. Pra, kjo është ishim tek femrat në listë, kështu që prandaj, domethënë, kështu që kjo vlen, sepse integriteti dhe dinjiteti i një politikani vlen për të dyja për femrat, po ato vazhdojnë të jenë është e rëndësishme që ta themi sepse ne presim shumë dhe nga profilet e kandidatëve tanë, nga profilet që ne bëjmë, është shumë interesante se vajzat dhe gratë kanë, për shembull, edhe tek pjesa e arsimit, edhe tek pjesa e përgatitjes, ka një përgatitje shumë më të lartë. Kjo tregon që zgjidhen me shumë më tepër standarde të larta se sa burrat dhe djemt që mund të jenë në listë, të cilët kanë arsye tjera për cilat janë në listë. Dhe ne nuk janë atë më shumë. Kemi, kur ne shohim parlamentin, kur e monitorojmë, duhet monitorojmë një gjë: sa herë ka folur ky deputet, sa projekt ligje ka bërë, çfarë ndryshimi ka sjellë etj etj. Ne kemi burra dhe djemt deputet, të cilët s'kan folur asnjëherë në 4 vjet. Pra, nëse një grua do ta bënte këtë, diskutim këtu pastaj. Jo, po futemi në kuadër të përfaqësimit të cilësisë së parlamentit, e kupton, dhe mund bëjmë një emision tjetër. Ja, më lejo të ta mbaroj. Më lejo të ta mbaroj. Nëse një grua do ta bënte këtë, ne do ta fusnim si një kategori. Pra, nëse një grua bën, nuk e di pse është në psikozë, bën diçka, këtë gjë e bën gratë në politikë. Nëse një burr bën diçka, këtë e bën ai burri individualisht. Stereotipizimet. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes të mos i fusim në kategori. Politikanët janë gjithë të këqinj,
gratë janë të gjitha kështu, burrat janë gjithështu e tjere. Ti bie dakord, besoj që për ta ndryshuar këtë duhet ndryshuar mendësia e popullatës, sepse kjo është gjithë stereotipizim, Dhe ajo që doja të thoja unë, si ti bëjmë politikan të mirë, këta profesionistët që ti thua, ose këta njerëzit që janë brenda partive politike, që mund të kenë 20 vjet brenda partive politike, po prapë se janë politikanë të mirë. Sepse ti the 3 shtylla shumë të rëndësishme që duhet i ketë një politikan dhe ato janë baza. Që është morale. Tash duhet pyesim veten, sa trajnime bëjnë partitë politike për kualifikimin edhe të antarëve të tyre, edhe gra edhe burra, për kualifikimin politik të tyre, pra jo kualifikim që të ketë master shkencor apo XY. Sa bëjnë? Për gratë dhe vajzat nuk ka trajnime specifike të cilat bëhen ad hoc, mundohen forumet e grave të bëjnë diçka, por burrat më sa diu nuk ka. Partia Socialiste bëri këtë vit Akademinë politike, që është një gjë e cila në vende të ndryshme të botës, në partitë të ndryshme politike, bëhet periodikisht dhe është pjesë e punës së partisë politike. Partitë konservatore edhe liberale në Angli, në Britaninë e Madhe, e kanë program. Pra, është një program paralel që shkon me partinë gjithmonë, që është për përgatitjen e vajzave dhe grave. Amerikanët e kanë edhe për fundraising, që po flisnim pak më përpara, edhe për përgatitjen, edhe për shtysën e vajzave dhe grave, kanë një nismë shumë interesante që me siguri ju e dini, që është Emily's List. Pra, edhe mblidhen fonde, edhe kanë programe brenda partive politike, të cilat janë zyrtare, janë periodike, dhe janë aty pikërisht për të përgatitur këta njerëz për politikën, qoftë struktura për gratë, qoftë struktura tjera për burrat apo për të rinjt. Fatkeqësisht, neve në Shqipëri, deri tani kemi ad hoc këto, pra dikush bën një akademi, dikush tjetër një trajnim, po nuk janë kulturë të partive politike. Dhe këto janë shumë të rëndësishme të bëhen, jo vetëm për gratë tash, edhe për të rinjt, edhe për burrat, për gjithë partitë propozime dhe si iniciativa që sepse në qoftë se bën text për secilën këtu, dhe kanë përshtypjen kohë të fundit tregon, ose të paktën fakt tregojnë që gratë kanë më shumë ambicie për të marrë pjesë të tilla trajnime, mundohen të angazhohen kurse burrat nuk para kërkojnë ndonjëherë të angazhohen për pas rritjes të tyre politike, se është fusha e tyre.